shpesh, si qenje njerëzore, që përballemi me një dinamizëm të pashmangshëm dhe që nuk mund t'i shmangemi, sado që dëshirojmë t'i japim vetës kohë të lirë, pauza, të shkëputemi nga realiteti, është ajo energjia, ai dinamizmi që na merr përpara. Shpesh ndihemi të lodhur, shpesh nuk e kemi fokusin e duhur dhe na mungon energjia. Dhe çdo ditë më shumë, inovacionet në shëndetësi, tregu, po na mundson që të kemi opsione. Nëse dikur kemi pi 7 kafe që m'ja dal me i kry gjitha obligimet e ditës, shpesh ka persona që kanë abuzu me pijet energjike, sot tregu ka menduar edhe për këta persona që nuk e kanë ndoshta të mundur të pushojnë dhe të flajnë gjatë, por që ju duhet shumë energji dhe fokus. Dhe pikërisht është kjo, energjia dhe fokusi që na duhet, pa marrë kafe të shumta, pa marrë pije energjike, të cilat, e kam thënë edhe herën e kaluar, na japin fokus dhe energji vetëm për disa orë. Dhe pas atyre orëve, na shkaktojnë një lodhje dhe një demotivim të pashpjegueshëm. E kundërta ndodh me këta, por kujdes, mos e pini pas orëve të pasdites, sepse nëse e pini pas orëve të pasdites, lirisht planifikoni me punu edhe në ndrimin e natës. Mund mesni pa gjonë, kështu që kujdes kur e